Zona informale e banimit për Ankishës të Hanit të Hotit, njësia administrative Rrethina, sipas banorëve përbën mbi 500 shtëpi të ndërtuara pas viteve 1991, por për sa i përket legalizimit të tyre, ky proces jo vetëm që nuk ka përfunduar, por banorët shprehen mosbesues se do të mbyllet për më shumë se vite të tjera. Mungesa e besimit të tyre lidhet me zvarritjen disa vjeçare që nga dita kur ata kanë aplikuar. Legalizimi këtu është para pushohet s'plasin, dhe me thonë si bojmë këtë e bojmë nëtë, për kur gjo ku jenë puna për me legalizu. E shkurt muhabeti, sa prezent shteti për këtë punë, vetëm me letra, vetëm me fjallë, kur që në tjetër, asë që në tjetër. Kam vëzde mi aty tash, i thënë 25 vjetë, kanë bërë shpija, tokën e kam le me pare, me tapije, me njënë, me tjetër, po kur gjo. Kanë apliku, po kush ja ka bo, kam fjallë shumë, punë as pak. Disa i kena legalizue, por disa ka si kena bo kërkesën aplikimin 16 e la skandal. Se qyshën nëtë e dishin këtë arra nëtë. Pjesërisht skandal. Jena interesua kena shku 20 herë në mastynet dhe la skandal pritni dash. Presim prej shtetit, se nësë që bojmë, që atë shtetit do të bojmë edhe na. Disa vite më parë ish drejtuesi i zyres së legalizimeve Shkodër bën të ditur se në shkallë qark ku ishin mbi 40.000 dosje ndërtimesh për të legalizuar. Kanë kaluar vite, por ende nuk ka pasur një të thënë zyrtare për ecorinë e këtij procesi në Shkodër. Sa legalizimi janë kryer, cilat zona kanë ecur mirë dhe ku ka probleme, sa dosje janë në pritje dhe kur mund të përfundojë ky proces. Mes Bashkisë Shkodër dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastras nuk mungojnë takime, por mjafton të deklarohet se realizohen rreth 250 legalizime në muaj, ndërkohë që në terren vazhdojnë probleme të shumta në këtë drejtim.